Ledri Vula dhe Gjensila Murtezai u munduan të mbajnë lidhjen e tyre larg syve të medias. Kjo ishte edhe arsyeja pse takimet e tyre nuk i bënin në Tiranë ose Prishtinë, por në Francë, aty ku duket se askush nuk do e prishte qetësinë. Por shqiptarët janë në çdo cep të rruzullit dhe teksa Ledri dhe Gjensila po putheshin dhe përqafoheshin në një klub, disa shqiptarë të pranishëm aty i bën një video e cila u bë virale me shpejtësinë e dritës. Tashmë nuk ka më asnjë dyshim se mes Gjensilës dhe Ledrit ka një lidhje dashurie. Deri diku kjo është e pranueshme sepse të dy vijnë nga divorce dhe ish partnerët e tyre tashmë janë në lidhje të reja. Por si po shkon marrëdhënia Gjensila Ledri, a ka çifti planifikim afatgjat për të jetuar së bashku apo do të jenë thjesht në një lidhje të përkohshme? Edhe pse Gjensila dhe Ledri kanë refuzuar të flasin për planet e tyre afatgjata, burime pranë familjes së këngëtarit bëjnë me dije se mamaja e Ledrit është mjaft e hapur. E pyetur se çfarë mendon për Gjensilën pas puthjes me Ledrin, ajo tha: "Djali im është i madh në moshë, ai mund të vendosë vetë se çfarë është më e mira për të. Në rast se ai ndihet i lumtur me Gjensilën, unë nuk kam asgjë kundër, është jeta e tij dhe unë e respektoj. Ashtu sikurse kam respektuar dhe do të respektoj edhe Sarën, nënën e vajzës së Ledrit. Me sa duket, mamaja e këngëtarit nuk ka asnjë kundërshtim për lidhjen e Ledrit me Gjensilën, për sa kohë kjo gjë atë e bën të lumtur." Po ju, çfarë mendimi keni për çiftin Ledri-Gjensila? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.